Horoskopi ditor 3 tetor 2025, dashi, sot dhe nesër, energjitë e Mërkurit ndikojnë në marrëdhëniet tuaja. Do të ndiheni më të hapur për të folur, për të dëgjuar dhe për të kuptuar të tjerët. Mund të keni avantazh në bisedime apo marrëveshje, por kujdes, një keqkuptim i vogël ose një fjalë e thënë pa menduar mund të prekë ndjeshmëritë tuaja. Nëse ndiheni të kritikuar, merrni frymë thellë dhe shmangni reagimin e menjëhershëm. Më e mira që mund të bëni është të tërhiqeni një hap pas dhe të shihni situatën me qetësi. Ky moment mund të sjellë një kuptim të ri dhe më të thellë për marrëdhëniet tuaja. Nga ana tjetër, sot keni shumë energji për projekte personale apo për qëllime afatgjata. Mund të ndiheni të frymëzuar nga diçka që po ndërtoni me durim dhe kjo do t'ju japë kënaqësi të madhe. Gjithashtu, dita është e favorshme për mësime të reja, përvoja të reja dhe për hapa që do t'ju afrojnë drejt ëndrave tuaja. Mesazhi i ditës: fol me qetësi, dëgjo me kujdes dhe përdor energjinë tënde për të ndërtuar diçka me vlerë. Demi, sot mund të ndiheni sikur nuk po merrni vlerësimin që meritoni, sidomos në punë ose për një detyrë që keni marrë përsipër. Dikush mund të japë një koment që ju duket kritik, edhe pse ndoshta nuk është me qëllim të keq. Mos e merrni shumë personalisht, shiheni si mundësi për të përmirësuar diçka ose për të parë situatën nga një këndvështrim tjetër. Mund të ketë disa paqartësi në vendime apo plane, dhe kjo mund t'ju bëjë të ndiheni të pasigurt. Megjithatë, nëse i përballoni gjërat me qetësi dhe sinqeritet ndaj vetes, do të kuptoni se keni më shumë fuqi se sa mendoni. Nga ana pozitive, sot dhe nesër keni energji të mirë për të punuar mbi një projekt personal ose një synim afatgjatë. Do të gjeni motivim të ri për t'u përqendruar, për të bërë plane dhe për të strategjizuar hapat tuaj. Sa më shumë të përmirësoni anët e dobëta, aq më të fortë dhe të sigurt do të ndiheni. Mesazhi i ditës: mos u mërzit nga fjalët e vogla, përqendrohu te qëllimet e tua dhe fuqizo veten. Binjakët, sot dhe nesër mund të ndiheni paksa më të ndjeshëm në marrëdhëniet tuaja shoqërore apo në dashuri. Një fjalë, një koment apo një situatë e vogël mund t'ju prekë më shumë se zakonisht dhe të nxjerrë pasiguri që i mbani brenda. Mos nxirrni menjëherë përfundime, merrni kohë, reflektoni dhe shihni se çfarë po ju prek në të vërtetë. Bisedat mund të jenë paksa të ndërlikuara ose të çuditshme, por edhe të nevojshme. Ato mund të sjellin më shumë qartësi dhe kuptim, edhe nëse në fillim duken të vështira. Kjo është një mundësi e mirë për të mësuar diçka të re për veten dhe për mënyrën si lidheni me të tjerët. Nga ana pozitive, sot keni mbështetjen e miqve apo të një partneri që ju jep forcë dhe siguri. Ndjenja se dikush është në anën tuaj ju jep kuraj për të vazhduar përpara. Po ashtu, do të ndiheni të fuqizuar nga përkushtimi ndaj një personi ose kauze që ka vlerë të madhe për ju. Mesazhi i ditës: shfrytëzoj sfidat e vogla në komunikim për të ndërtuar lidhje më të forta dhe për të kuptuar më mirë veten. Gaforja, sot mund të përballeni me disa ndjesi të vjetra emocionale që dalin papritur në sipërfaqe, ndoshta nga një bisedë ose një koment i thjeshtë. Nëse kohët e fundit keni shtyrë menjan disa emocione të thella, ato mund të rikthehen sot duke ju bërë të ndiheni paksa të pambrojtur. Është e lehtë të reagoni në mënyrë mbrojtëse, sidomos nëse keni përshtypjen se po gjykoheni. Megjithatë, këto situata nuk janë pa dobi. Ato ju tregojnë qartë ku keni më shumë nevojë për shërim dhe kujdes të brendshëm. Duke i parë si mësime, mund t'i ktheni në pika kthese për rritjen tuaj personale dhe përmirësimin e marrëdhënieve. Nga ana tjetër, sot keni një mundësi të mirë të përqendroheni tek rutina juaj, shëndeti dhe mirëqenia. Kujdesi ndaj detajeve të vogla që mbajnë jetën tuaj në rregull, si ushqimi, aktiviteti fizik apo organizimi i punëve, do t'ju sjellë qetësi dhe energji pozitive. Gjithashtu, përmirësimi i planeve dhe qëllimeve tuaja në mënyrë që të jenë më të thjeshta e të realizueshme, do të jetë shumë shpërblyes. Mesazhi i ditës: mos i shmang ndjenjat e vjetra që dalin në sipërfaqe, sepse ato tregojnë shenjat e shërimit dhe të forcës së re. Luani, sot mund të ndiheni paksa të ndjeshëm ndaj fjalëve apo komenteve që vijnë nga të tjerët.
Mund të ketë keqkuptime në komunikim, të ndikuara më shumë nga pasiguritë personale se sa nga qëllimi i vërtet i bisedës. Nëse ndjeni tension, më mirë bëni një hap pas, merrni frymë thellë dhe lejoni intuitës suaj të japë përgjigjet që logjika e shpejt nuk arrin t'i gjejë. Mund të përballeni edhe me një zgjim të vogël. Një projekt apo ide që keni dashur ta shtyni përpara mund të kërkojë rishikim ose përmirësim para se të ecë më tej. Kjo mund të duket paksa zhgënjyese në moment, por është një mundësi e mirë për të ndërtuar diçka më të fortë dhe më të qëndrueshme. Nëse dikush sfidon mendimet apo opinionet tuaja, përpiquni ta shihni si një shans për të mësuar diçka të re. Dallimet me të tjerët sot mund t'ju hapin horizonte të reja. Për më tepër, qëllimet dhe misionet tuaja të mëdha do t'ju ndihmojnë të mos e humbni fokusin. Mund të gjeni frymëzim duke planifikuar udhëtime, duke studiuar diçka të re, apo duke ndarë njohuritë dhe përvojat tuaja me të tjerët. Mesazhi i ditës: mos lejoni që keqkuptimet e vogla të errësojnë vizionin tuaj të madh. Shikoni përpara me besim. Virgjëresha, sot, komunikimi mund të mos rrjedhë aq qartë sa do të dëshironin. Mund të lindin keqkuptime ose ndjeshmëri të tepruara ndaj fjalëve të tjerëve. Nëse dikush sfidon idetë tuaja, mund ta merrni si kritikë personale, edhe pse qëllimi nuk është i tillë. Gjithashtu, çështjet e parave ose balanca e fuqisë brenda një marrëdhënieje mund të sjellin tensione të fshehura që dalin papritur në sipërfaqe. Edhe pse disa situata mund të ndihen si zhgënjim, ato mbartin një mundësi të vlefshme, të mësoni më shumë për veten dhe të gjeni qasje më krijuese. Një koment që sot ju bezdis, nesër mund t'ju frymëzoj për një ide të re. Këshilla është të mos nxirrni përfundime të menjëhershme, prisni derisa emocionet të qetësohen për të parë gjërat më objektivisht. Nga ana pozitive, energjia e ditës ju mbështet shumë në projektet personale, jetën familjare dhe çështjet e shtëpisë. Mbështetja nga njerëzit e afërt ose një ndjenjë sigurie shpirtërore mund t'ju jap forcë dhe kënaqësi. Mesazhi i ditës: mos lejoni që keqkuptimet e vogla të cenojnë qetësinë tuaj, përqendrohuni tek gjërat që ju japin stabilitet dhe paqe. Peshorja, sot mund të ndiheni sikur fjalët tuaja nuk po kuptohen siç duhet. Me Merkurin që kalon në shenjën tuaj, mendja juaj është e mprejtë dhe plot ide. Një koment i pafajshëm mund të merret për keq ose të perceptohet si gjykim. Po ashtu, mund të keni momente kur ndiheni të pavlerësuar ose të shkëputur nga dikush i rëndësishëm për ju. Nëse ndodh ndonjë keqkuptim, merreni si një mundësi për të parë gjërat nga një këndvështrim i ri. Edhe kur keni të drejtë, reagimet e të tjerëve mund të hapin rrugën për më shumë mirëkuptim dhe rritje personale. Përpiquni të flisni më shumë nga zemra se sa vetëm nga mendja. Nga ana pozitive, ndërsa dita ecën përpara, do ta keni më të lehtë të ngriheni mbi problemet e vogla dhe të përqendroheni tek qëllimet tuaja. Projektet që kanë rëndësi për ju mund të ecin përpara, sidomos nëse lidhen me planifikim, organizim apo komunikim. Përkushtimi dhe strategjia ju sjellin kënaqësi dhe rezultate konkrete. Mesazhi i ditës: Akrepi, sot, energjitë e Merkurit mund të sjellin situata paksa të ndërlikuara për ju, të dashur Akrep. Fjalët apo veprimet e të tjerëve mund t'ju prekin më shumë se zakonisht, edhe nëse nuk është qëllimi i tyre. Një ndryshim i papritur planetesh ose një situatë sociale e paqartë mund t'ju lërë disi të pasigurt. Është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në punë dhe tek detyrat e përditshme, pasi shqetësimet ose frikërat e vogla mund të mjekullojnë mendimin e qartë. Nëse ndodh një keqkuptim, është më mirë ta zgjidhni thjesht dhe sinqerisht, në vend që të humbni kohë me shpjegime të gjata. Nëse dalin në sipërfaqe pa kënaqësi të vjetra, shiheni këtë si një shenjë që është koha për t'i përballuar dhe shëruar. Ndërsa dita ecën, energjia bëhet më e lehtë dhe ju ndihmon të fokusoheni tek qëllimet afatgjata. Organizimi i financave, përmirësimi i rutinës ose planifikimi i projekteve të reja mund t'ju japin ndjenjën e kontrollit dhe fuqisë personale. Mesazhi i ditës: çdo tension është një ftesë për të çliruar diçka të vjetër dhe për të hapur rrugë për stabilitet më të madh. Shigjetari, sot, i dashur shigjetar, ndikimi i Merkurit mund të sjellë një lloj përplasjeje mes logjikës dhe ndjenjave.
Mund të ndjeni sikur po mendoni shumë me arsyen, duke lënë mënjan emocionet, ose përkundrazi, duke lejuar emocionet të turbullojnë qartësinë e mendimin. Kjo mund të sjellë keqkuptime të vogla me të tjerët, ndaj përpiquni të zgjidhni fjalët me kujdes, mund t'ju kursej disa tensione të panevojshme, edhe nëse ndodh ndonjë mosmarrëveshje. Ajo mund të kthehet në një mundësi të artë për të kuptuar më thellë veten dhe ata që ju rrethojnë. Mund të ketë pak kaos në orarin tuaj ose ndryshime të papritura në plan, por nëse i merrni me qetësi, do të shihni se nuk janë pengesa të mëdha, ndërsa dita ecën, energjia bëhet shumë më e butë dhe frymëzuese. Mund të gjeni kënaqësi në një projekt të veçantë, një marrëdhënie që po lulëzon ose një aktivitet kreativ që ju jep kuptim dhe gëzim. Gjithashtu, është një moment i mirë për të përqendruar tek përmirësimi personal dhe tek ato marrëdhënie që ju japin mbështetje dhe frymëzim. Mesazhi i ditës: balanca mes mendjes dhe zemrës është çelësi për të gjetur qetësinë dhe forcën tuaj sot. Bricjapi, sot, i dashur bricjap, Merkuri mund të prek disa pika të ndjeshme të zemrës suaj. Mund të ndiheni të sfiduar nga fjalë ose situata që prekin anët tuaja më të brishta. Përpiquni të mos reagoni në mënyrë mbrojtëse, edhe nëse diçka ju prek thellë. Më e mençur është të kuptoni pse disa tema ju shqetësojnë dhe të mësoni nga këto dallime. Keqkuptimet e ditës mund të lindin nga komunikime të thjeshta që prekin plagë të vjetra ose pasiguri të brendshme. Në vend që të merremi vetëm me sipërfaqen, është koha e duhur të zbulojmë rrënjën e problemit. Kjo do të sjellë qartësi dhe shërim më të qëndrueshëm. Megjithatë, ndërsa dita ecën përpara, energjia bëhet më e qetë dhe më e fryqme. Do të ndjeni një ndjenjë më të fortë qëllimi në jetën tuaj emocionale dhe familjare. Mund të keni dëshirë të arrini diçka konkrete, por në të njëjtën kohë po punoni edhe për të krijuar ekuilibër dhe harmoni të brendshme. Përkushtimi juaj për stabilitet shpirtëror dhe për qetësinë në shtëpi mund të sjellë rezultate shumë të kënaqshme. Mesazhi i ditës: mos e shihni ndjeshmërinë si dobësi, ajo është udhërrëfyesi juaj për shërim dhe forcë të re. Ujori, sot, i dashur ujor, ndjenja juaj për tema të veçanta, të thella ose të ndryshme është e fuqishme, falë ndikimit të Merkurit në shtëpinë tuaj të nëntë diellore. Edhe pse tranziti në përgjithësi është lehtësi dhe kureshti, energjitë e komunikimit mund të jenë të ndërlikuara sot dhe nesër. Opozita e Merkurit sjell ndjeshmëri shtesë dhe disa fjalë ose situata mund të duken sfiduese ose madje të lëndojnë. Nëse ndiheni të pasigurt për një mendim apo ide, merrni kohën tuaj për të reflektuar. Për dallime të dukshme në opinionet tuaja ose të tjerëve, shikoni ato si mundësi për të mësuar dhe për të kuptuar më mirë. Ky është një moment i mirë për të identifikuar mangësitë ose pikat e ndjeshme, duke krijuar një mundësi për të riparuar zonat problematike në marrëdhënie ose projekte. Ndërsa dita ecën, mund të ndjeni kënaqësi duke planifikuar, organizuar ose strategjizuar. Një ndjenjë qëllimi dhe kuptimi më të fortë mund t'ju shoqërojë, veçanërisht në marrëdhëniet me miq të veçantë ose projekte të rëndësishme. Përkushtimi dhe vëmendja ndaj aspekteve të veçanta të jetës tuaj mund të sjellin rezultate të kënaqshme dhe frytdhënëse. Mesazhi i ditës: ndjeshmëria juaj ndaj fjalëve dhe ideve është një dhuratë. Shfrytëzojeni për të kuptuar më mirë veten dhe të tjerët. Peshqit, sot, të dashur peshq, me Merkurin duke kaluar në shtëpinë tuaj të 8 diellore, është një kohë e mirë për të sjellë më shumë logjik dhe kuptim praktik në financa ose marrëdhënie. Ju keni prirje të shikoni më thellë çdo çështje para se të veproni dhe shpesh ndiheni si vëzhgues, duke analizuar situatën me kujdes. Megjithatë, me opozitën e Merkurit sot, mund të lindë një tendencë për keqkuptime me të tjerët. Mund të ndiheni sikur po ecni mbi vezë me njerëzit rreth jush, duke vënë re më lehtë mangësitë në një situatë sesa gjërat që funksionojnë. Mënyra më e mirë për të menaxhuar këtë energji është të shmangni marrjen e anëve ose të mendoni në mënyrë të ngurtë. Marrja parasysh e të vërtetave individuale dhe situatave nga perspektiva të ndryshme është çelësi i harmonisë. Nëse ndiheni të tunduar të thoni atë që keni në mendje, keni kujdes. Fjalët mund të dalin pak të çrregullta ose të keq kuptohen.
Megjithatë, ndërsa dita avancon, mund të përqendroheni te strategjitë, planifikimi dhe reflektimi i thellë. Përkushtimi juaj ndaj një qëllimi ose projekti veçantë mund të jetë i dukshëm dhe i frytdhënës. Energjia juaj është e fuqishme për të ndjerë një qëllim më të madh dhe për të punuar drejt tij. Mesazhi i ditës: përqendrohuni tek vërtetësia dhe thellësia, jo tek gjykimet e nxituara. Kjo do t'ju sjellë qartësi dhe rezultate të dobishme.